Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahun xhalla wala falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë, ndërsa lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, i familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, po vazhdojmë edhe sot me lenin Allah të mënduar me rregullin e radhës nga rregullat dhe normat e Kuranit që jemi duke i trajtuar që disa ligjërata me radhë. Kemi përmendur disa herë se Allahu xhallahu ala përmes udhëzimeve të Kuranit, përmes mësimeve që na i shpallën në librin e tij dhe përmes Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, Allahu xhallahu ala ka bërë që në këtë mënyrë njerëzit të rregullojnë raportet me Zotin xhallahu xhelaluhu, të kenë punët mirë me te, që të ruhen nga çdo gjë që mund t'u sjellë dënimin dhe hidhrimin e tij, dhe në anën tjetër të ndjekin rrugët të cilat u mundsojnë arritjen e shpërblimit dhe shpëtimit nga Zoti xhallahu xhelaluhu. Në anën tjetër, gjithashtu Allahu xhallahu ala ka shpallur mësime dhe udhëzime të ndryshme të cilat e ruajnë edhe shoqërinë e këtë botë dhe u mundsojnë njerëzve që të kenë raporte të mira mes vete. Edhe duke u mësuar mënyrën se si të lidhen mes vete, por edhe duke u mësuar gjithashtu edhe mënyrën se si të evitojnë konfliktet, ngatresat dhe mospajtimet mes vete. Andaj në këtë drejtim Allahu xhallahu ala përmend një rregull në surën An-Nisa kur flet për disa probleme familjare, respektivisht bashkëtorë që mund të ndodhin mes dy bashkëshortëve dhe si duhet ata të evitojnë problemet, si duhet ata të trajtojnë mospajtimet eventuale që ndodhin mes dy bashkëshortëve. Dhe në kuadër të mësimeve dhe udhëzimeve, Allahu thotë was-sulhu khair. Kjo është një rregull që Allahu xhallahu ala përmend, was-sulhu khair. Pajtimi dhe rregullimi është gjithmonë më i favorizuar, më i dobishëm, më i mirë. Dhe ky rregull, padyshim, sikur që përmenda, ka ardhur në lidhje me problemet bashkëtorë dhe familjare. Mirë, po nuk përkufizohet aty, ka të bëjë me të gjitha ngatresat dhe gjitha problemet që mund të ndodhin në mes njerëzve, në mes palëve të ndryshme. Dhe gjithmonë Allahu xhallahu ala në çdo situatë, në çdo rrethon, na mëson se duhet të mundohemi maksimalisht që të arrijmë deri tek pajtimi. Të evitojmë të gjitha sebepet, të gjitha shkaqet që mund të e shtojnë ngatresën dhe mospajtimin mes njerëzve. Dhe kjo nuk është vendi vetëm në Kur'an ku Allahu xhalla xhelaluhu na mëson se pajtimi është më i mirë. Na mëson se rregullimi i raporteve mes vetë dhe largimi i ngatresave është më i mirë. Por Kur'ani është i mbushur me thirrje dhe me mësime të këtilla. Një nga këto sure të cilat na mësojnë se pajtimi është i mirë, madje i obliguar dhe gjithmonë më i preferuar, është edhe Surja Al-Anfal. Surja Al-Anfal, të nderuar vëllezër, ka ardhur që të sqaron disa rregulla që kanë të bëjnë me luftën. Do të lufta realisht është ngatresë. Lufta realisht është përplasje mes dy palëve. Lufta realisht është kulmi i mospajtimit të palëve mes vete. Dhe në këtë sure Allahu xhallahu ala përmend disa rregulla që kanë të bëjnë edhe me disa gjëra të fituara në luftë. Në fillim Allahu thot yes'alunaka 'anil anfal. Të pyesin ty o Muhammed si t'ja bëjnë me plaçkën e luftës, si t'ja bëjnë me rregulla të caktuara në luftë. Do paramendoni sura e luftës, rregullat që ka të bëjnë me luftën, yes'alunaka 'anil anfal. Dhe e pritshme është që të vijë përgjigje, apo të pyesin ty për këtë, thuaj ju se kjo është përgjigja. Kjo është rregulli kuranor. Gjithkund në Kur'an, yes'alunaka 'anil ahilla, qul hiya mawaqitun lin-nas. Sikur sa e cakëm në dersin e mëhershëm. Të pyesin ty për hanën e re dhe lëvizjen e hanës, thuaj ju, ajo është për këtë. Apo yes'alunaka 'anil mahid, qul huwa adha. Të pyesin ty
për ciklin menstrual, të spjegoj se është kështu, gjithmonë, të pyesin thua ju. Ndërsa është bërë përjashtim të sura Al-Anfal, yes'alunaka 'anil Anfal, të pyesin ty për Anfalin, për plaçën e luftës, për disa rregulla për luftën, dhe e pritshme është çfarë? Të vijë përgjigje. S'ka përgjigje. Përgjigja është wa aslihu dhata bainikum. Dhe insistoni dhe ruajuni që mos të bini ngatresa. Dhe Allahu xhallahu ala bën një varg mësimesh që kanë të bëjnë me përmirësimin e brendshëm të njerit, me fisnikrimin e shpirtit. E tek pas afër 40 ajeteve e bën përgjigjen se si duhet të ndahet plaçka dhe si bëhet rregullat e luftës. Për çfarë arsye bën këtë? Për të treguar se padyshim ka situata, ka rrethana kur lufta është e pashmangshme, nuk ka njeriu rrugdalje më katë shkon. Mirë po, Islami gjithmonë ofron mësimet e mjaftueshme të duhura që të largohen të gjitha sebepet e ngatresave. Andaj preferon wa aslihu dhata bainikum. Mos lejani që ndoshta një hisë dunjallokut që në kuadrat të kësaj bën pjesë edhe plaçka e luftës, mos lejani që toka e caktuar, mos lejani që pasuria e caktuar të shkakton ngatresa mes juve. Nga se kjo nuk është asgjë. Të pyesin ti për këtë rregull, këtë u shpjegojmë në juve, por para kësaj dine se pajtimi dhe bashkimi mes juve, kjo është ajo që Zoti kërkon për juve. Prandaj sa e ka favorizuar dhe i ka dhënë përparësi pajtimit dhe largimit të gjitha sebepeve të ngatresave që ndodhin mes njerëzve. Dhe padyshim se Islami në këtë drejtim nuk është që e kërkon vetëm pajtimin, por sikur që kemi të njohur rregull i kësaj feje është se sa Allahu xhallahu ala ka kërkuar për neve diç para se me e kërkuar nga ne, na i ka sqaruar të gjitha rrugët e mundshme dhe të lehtësuara që na shpihen deri te realizimi i asaj kërkese. Për shembull, kur Allahu xhallahu ala e ndalon zinon, amoralitetin, kjo është kërkesë, mos e bëni këtë punë, largoni nga sortën e dytë. A bën vetëm me këtë kërkesë? Tash ju gjenduni çështë mundi ju, largoni. Jo. Por Allahu xhallahu ala na mëson se si të largohemi nga të gjitha rrugët të cilat shpihen deri atje. Prandaj bëhet kërkesa pasaj shumë normale. E ka ndaluar përzgjidhjen e pa rregulluar mes dy gjinive. E ka obliguar femrën që të mbulohet, apo pasaj gjithashtu në ka mësuar se si, në çfarë niveli dhe në cilën mënyrë me komuniku, ka obliguar ulën e shikimit. Shikoj parashat gjitha këto mësime e pastaj thot, padyshim se nëse i përbaheni këtyre mësimeve, nuk do të bëni tek zinoja, as nuk do të ofroni fare. Por ai i cili gjitha këto sebepe nuk i merr parasysh, dhe gjitha këto masa i anashkalon, rrezikon shumë lehtë me rënë atë që është ndaluar apo. Edhe tek mirëqenia familjare, kur Allahu kërkon që ta favorizojmë pajtimin gjithmonë. A e kërkon kështu pavarësisht a mundi mu pajtuju, as mundi mu pajtuju, a mirë një vesh, as mirë një vesh, kjo në problemi juve, më rëndësi është ju pajtoni. A e bën kështu? Jo. Edhe kur e kërkon pajtimin, edhe kur e favorizon pajtimin, Allahu xhalla xhelaluhu na i mëson rrugës se nëse i përmbahemi, le të keni më pas mu pajtuar. Prandaj ka përcaktuar për shembull në rrafshin familjar, ka përcaktuar obligime dhe kompetenca që i takojnë burrit, dhe ka përcaktuar kompetenca dhe obligime që i takojnë gruas. Dhe gjithashtu nëse vjen te një mospajtim eventual, si duhet të fillojë shërimin e problemit. Nëse nuk kanë mundësi vetë t'ia dalin, kë duhet ta inkuadrojnë problem, jo gjithkan. Dhe si duhet të trajtojë problemi. Dhe pasaj ka thonë wasulhu khair. Pajtimi është gjithmonë ai që Allahu e don. Është e vërtetë se Allahu e ka lejuar shkurorizimin dhe ndarjen nga se është nga njëri pashmangshëm. Po nuk e don këtë Allahu xhala xhelalu, nuk e don. Por e ka lënë si opcion të mundshëm të fundit. Nëse ai që Allahu don është sulhi, është pajtimi. E interesante është të ndërrohet se pas kësaj Allahu thot wa uhdiratil anfusu shuh. Nafton që të pajtohemi, nafton që ti përgjigjemi kësaj thirrje që Allahu e don për pajtim. Pas kësaj thot wa uhdiratil anfusu shuh. Dhe dine
se njerëzit janë të prirur që të kenë kooperaci, janë të prirur për dështrëngim. E çka ka lidhje këtu bujaria dhe kooperacia me pajtimin? Ka lidhje të madhe të ngushtë, se në çdo pajtim duhet këtë kompromis. Nëse do me dikën me u pajtu, nëse dëshon me dikën me i pas punë mirë, nuk mund gjithmonë të shkon puna qysh don ti, mos më lëshu ti pa fare, asaj mos më lëshu kurrgjë, edhe pas e më pajtu. Kjo është e pamundshme. Andaj Allahu xhallahu ala e konsideron lëshimin pa në atë që nuk është ndaluar, por që ka të bëjë me nefsin tënd, ka të bëjë me ty. Të hjekësh dorë madje edhe nga një e drejtë e jotja për hir të pajtimit, Allahu këtë nuk e konsideron në çmim, nuk e konsideron për ulje, por e konsideron bujari. Qase bujari nuk është vetëm me dhon para. Mund të jetë nganjëherë dhënia parave, lëmoshës, bujaria materiale nganjëherë mund të jetë ndoshta e fundit në renditje. Bujaria është kur njëri e din se kjo më takon mua, po unë po jeki dorë për kësaj, vetëm timi bashkë, timi të pajtuar. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e ka dërguar Muadhin radhiyallahu ta'ala anhu në Yemen, ja ka dërguar së bashku me të edhe Ebu Musa al-Ash'ari, e ka dërguar edhe një shok së bashku me të. Detyra e tyre çfarë ka qenë? Kam pas për detyrë që t'u mësojnë banorët e Yemenit Islamin, mësimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur i ka dërguar, çfarë u ka thënë? U ka jap dëmsime pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë jeni 2 vjet atje. Unë më ndodh me pas mos pajtime. Unë po them kështu, probleme të caktuara, unë mendoj kështu, unë mendoj kështu. Dhe pastaj mos pajtimet e juaja mund të shkaktojnë polarizime dhe ndarje mes njerëzve. Dikush mendon se ti je i mirë, dikush je mirë, ju s'po shkoni me datje. Ju s'po shkoni me përçoj, po shkoni me bashku njerëz, ata të përçojnë në boll. Çfarë udhëzime u jep pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që të garantohet uniteti dhe pajtimi? Thot: "Wa tatawa'a wa la takhtalifa." Tatawa'a, u thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dy shokëve, dhe tatawa'a, do thot mësoni që t'ja merrni mendimin njëri tjetrit, e mos bëni mos pajtime. Në atë kuptim, mësoni me lëshu pa për ballë mendimit tjetrit. Unë mendoj që kjo është më e mirë, veç për hir të kësaj unë e bëj këtë. Them gjithmonë në kuadër të asaj që është e mundshme fetarisht. Jo për shembull në ram mos pajtim rreth haramit, hajtun po çoj pa, veç kjo nuk është e mundshme. Nëse se kërkon Allahu xhallahu ala shkelën e parimeve të tij për pajtim, qase kjo është e pamundshme, mirë po ka gjithmonë një hapësirë të mundshme për të lëshuar pa njeriu. Në kuadër të asaj që është e mundshme për të garantuar dhe për të realizuar pajtimin. Dhe thash kjo nuk është vetëm në rrafshin bashkëtorë, po në gjithë jetën tonë. Prandaj dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithmonë i mësonte sahabët e tij që nganjëherë çfarë pa këtu për të pajtuar. Në rregull, kjo është haku i mirë, po hiq dorë nga ky hak. Vetëm që të garantohet pajtimi. Prandaj sa konflikti ka ndodhur mes njerëzve fatkeqësisht mes vëllezërve, rreth një copë toke, rreth një hisë caktuar, që realisht është copë dunjalloku. Wallahi vëllazëria mes tyre është shumë më e shenjtë se këtë dunja jo se një hisë e vogël. Andaj nëse me të vërtetë dikush don më e marr, jepja një hisë për të mbetë pajtimi vëllazëria. Më e mirë është se sa të ngulet këmbë në diç e pastaj të vijë deri tek Allahu na ruaj, rrahja nga tresat e përleshjet e ndryshme të cilat nuk e bëjnë të kënaqur as Allahun, por vallahi as ti s'ke më qenë i kënaqur me atë që e ke marrë në këtë mënyrë apo. Prandaj lidhe me këtë pejgamberi sa som thot i garantoj, shikoni këtë garancë, thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, thot i garantoj shtëpi në mes të xhenetit. Shtëpi vendbanim, ai nuk është shtëpi e vogël, vendbanim i cili është më i madh se këtë dunjaja. I garantoj vendbanim në mes të xhenetit kujt? Ati i cili e lën debatin, e lën polemikën edhe kur e di që ka mirë. Veç mos ngatrohemi, ani në rregull, po e ke dorë. S'ke nevojë me këmbgul nga mendimin ton, nëse këmbgula në mendim mund të shkakton ndarje, mund të shkakton përçarje, mund të shkakton probleme. Rregull, ti e ke mirë. Thash gjithmonë kjo suaza të asaj që është e mundshme normal. Për punë dunjalloku, për punë caktuar, për punë thjeshta, për punë që nuk ka nevojë me pas domos pajtim, mos ngul koma. Edhe nëse din se e ke mirë, pranoj mendimin e tjetrit
ose pranoj zgjidhje tjetër, bëhu bujar. Nga se bujaria thash nuk është vetëm në aspektin material, po bëhu bujar dhe me mendimin tënd, rregull, po hiqi dorë nga mendimi jam, nga e drejta jam, nga haku jam, le të bëhet si po thotë, realisht po ta dho hisën tam, veç që ti me të pajtuar apo. Nga se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thash i ka mësuar kështu ashabët e tij në udhëzimet e Allahu xhallahu ala se pajtimi është gjithmonë më i miri apo. Dhe ai i cili ka lëshu për të pajtuar me tjerët, për të evituar të gjitha sebepet e ngatërresave dhe mos pajtimeve, vallahi shumë shpejt Allahu ja ka kompenzuar me shumë fish atë që ka kalon atë. Veç duhet pak sabër. Nëse ai i cili nuk ka shikuar fara apo këtë ngatërresa apo këtë probleme, a ka të lashme, rëndësishme me marr hakun e vet ai. S'ka mujt më kënaq me ato që e ka marrë nëse ka pasu kjo me probleme dhe me ngatërresa dhe me përçarje mes njerëzve. Prandaj ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe ky rregull i jetës që nëse mi të bindur dhe zbatojmë, vallahi kena me i prek rezultatet e këtij rregulli të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. I cili thotë: "Men taraka shay'an lillah, awadahu Allahu shay'an khayran minhu." Thotë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, kush e lën një gjë për hir të Allahut, për hir të Allahut e lën insan. E këtu bën pjesë edhe mendimi, bën pjesë edhe qëndrimi, bën pjesë edhe në hak i tij, por bën pjesë edhe me lënë diçka për hir të Allahut në haram. Por dhe kjo përfshihet që ka më herët. Kush e lën një gjë për hir të Allahut, ja kompenzon Allahu me shumë më të mirë se ajo që kalon. Unë po jeki dorë piksoj, për hir Zotit. Allahu komo ta kompenzu vallahi me shumë më të mirë ato. Prandaj të mësojmë në jetën tonë që gjithmonë të favorizojmë pajtimin. Dhe të gjitha shkaqet e mos pajtimit dhe ngatërresave t'i evitojmë, t'i largojmë maksimalisht, që s'paku mos të jemi ne shkaktar të ndonjë mos pajtimi apo përçarje apo ngatërrese eventuale që mund të ndodhë. Kjo nga një anë, dhe nga ana tjetër edhe në qoftë se ne nuk kemi pjesë, as nuk kemi të rrezikuar për mos pajtim, por kemi dëgjuar se njerëzit palë caktuar janë përfshin konflikt, në qoftë se ne mund të jemi palë e zgjidhjes, mund të jemi ndoshta palë e pajtimit, duhet që të japim mundin maksimal të pajtojmë mes njerëzve. Në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka ndodhur që disa njerëz që kanë jetuar në periferitë e Medinës, kanë jetuar në brenda shkëtirës, atje njerëz që kanë qenë pak më larg mësimeve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, normalisht kanë pas ngatërresa. Dhe një ditë kanë për një punë caktuar ka ardhur deri te një konflikt mes dy palëve. Dhe posa ka ndëgju pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, i tha shokëve të tij, ishte ndajt me xhlis, por ndëgjoj se larg atje kanë pas do problem. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ngrituni e të shkojmë t'i pajtojmë këta njerëz ato. Mos lëm ngatërresa. Sa të kemi mundësi. Prandaj nga punët e mira të ndëllazër është që njeriu të mundohet pajtojmë mes njerëzve. Në qoftë se nuk ke mundësi me i pajtu, nuk ki mundësi me i bashku, së është e mundshme, as nuk po di ç'më apo, s'paku mos i ndaj, mos i përçaj. S'paku mos e shto mos pajtimin. S'paku mos u lehtëson ngatërresën, por mundohu me i pajtu ose hesht. Ose mundohu me i pajtu ose hesht. Kjo është ajo që të kërkuar. Nga ne disa njerëz fatkeqësisht nuk dinë se si me i pajtu dy bashkë në familje, edhe lere që nuk pyshin as nuk tentojnë, por shkojnë edhe e trimërojnë burrin edhe më shumë, që ta dëshmon burrin të shtëpia edhe më të shon pe hapën, duke e ndezur zjarrin nga ngatërresa hapën. Kur është ngatërresa në prag, nuk duhet me tregu dikush se ti duhet me tregu muskujt, por duhet me tregu të kundërtën, sikurse bënte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj po e përfundoj me këtë rast. Një herë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për shkak të një sjellje jo korrekte të familjes së tij ndaj tina, vendosi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që me i marrë disa masa edukative ndaj tyre. Ose ata kanë qenë njerëz. Pas ka qenë këtë diçka e madhe mirë, po do thotë ka ndodhur një mospajtim familje që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam
ka dashur me tregu se unë nuk jam i kënaqur kështu mos silli atë. Dhe ka vendosur pejgamberi sa që një muj ditë realisht me zgjat këto masa edukative. Mirë, po sahabët nuk nishin rahat. Sahabët shqetësoheshin me shqetësimin më të vogël të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Lënë më kurajnë familjen ka pas një parahati, padyshim se thot Omeri radiallahu ta'ala anhu ka qenë udhëtim. Thot kur erdha në Medinë, e pash Medinën të zymt. Dhe mendova se mos vallë do një armik na ka kërcnu, më na sulmu, dhe tash padyshim kjo ka shkaktuar një panik. E i thash disa shokëve në Medinë, thash, a mos vallë romakët na kanë kërcnu, para mëna një superfuqi, se kjo situatë, tha njo, po pejgamberi s'm ka problem familja, tha. Ka që qetësohesh në nuk ishte problem për ta me sulmu kur do qoftë, po ai me kon rahat. Mos ketë problem pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Mjafti kishte probleme të tjera, edhe këtu me pas problema. Ande shqetësoheshin për këtë. Dhe Omeri nuk shkëte shtëpia fare. E kuptoi se edhe vajzat i Hafsa, që ishte gruaja e pejgamberit, kishte hisën këtë problem, edhe ai kishte bëu pak diçka që nuk duhet. Edhe shkoi tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe kërkoi leje me himran atë. Por pejgamberi nuk dha shaj se është interesuar me net me Omerin atë. Omeri u largu, po prapë si ne ke shpirti rahat atë. Apo si ne ke shpirti rahat. Shkoi prapë dhe i tha atij që rënte te dera, tha thuj pejgamberit alayhis salam, Omeri po kërkon leje me himran atë. Ai hiri prapë, por pejgamberi nuk dha shaj. Nuk tha mos hin, po nuk foli, dhe mjaftonte kjo që thonte s'ka leje valla. Omeri shkoi u sill xhami, po prap zihej. Prap shkoi dhe tha istadhin li Omar. Tha lepiz për Omerin, thuj edhe herë, nështë halbet. Atër tha pejgamberi së më lethin me ana. Pas a hiri mrena, shikoja si ka mësu urësin e sahabëve. Omeri ishte i shtirë. Omeri në këto situata nuk pranon të kompromiset thjeshta. E dini se Omeri ishte begi, do thot i vështirë këto situata. Mirë, pa tash nuk është situata me thonë, qa ashtu ja Rasulullah, jesh më të shëpe, bonu burë. A tha kështot? Kur hini mrena e po, se situata ishte tash tjetër. Kërkoj një zbutje, kërkoj tash një mënyrë tjetër të trajtimit. Tha pejgamberi sa thajmë, oj dërguari Allahut, sa e shumë Mekë, na burrat dyqysh e udhëheqshim punën në familje. Po kur erë Medinë, këtu gratë jo kishin marrë anën, edhe na që ashtu tani edhe gratë tona u mësuan që ashtu aftën. I arsyetoi gratë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se s'kan faj, po rrethja u ka bëu që ashtu të andaj mirë kuptoi aftën. Dhe pejgamberi sa mbusqeshi aftën. Kur ndëgjoi këtë, Omeri tha, një fitova, dhe të zbuta pak situata. Pastaj tha Omeri radiallahu anhu diçka tjetër, derisa u zbut situata, e pastaj filloi me diskutu këtë problem me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Para Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, le me dikush tjetër. Ne kemi nevojë me zbut situatën. Do thonë në rregull të dim që ti çfarë thosh, po kësaj radhe, ne mundohemi me zbut ose s'paku hesht. Por jo të themi, mire ki, qa ashtu, heq ti mos jelë shakti, banja, heq, mos ga bëm me lëshu se gruja t'hyp një kry madhe e kështë më radhë, qa të futim, do të zjarit edhe më te për zjarë. Ata realisht janë në prak të ndarjes, ndërsa janë në prak të nga të resave. Këto nuk bëhet fjallë më për burnia, as për trimni, këto duhet me pas urësi dhe maturi. Prandaj, duhet gjithë mundtimi të prirur që t'i japim për parësi kujt, pajtimit, lidhjes mes njerëzve, largimit nga të rresave. Nga se Allahu thot inna Allaha la yuhibbul fasad. Allahu nuk e don fesadin. Allahu nuk i don nga të rresat. Allahu nuk i don mos pajtimet. Allahu çka don? Inna Allaha yuhibbul muhsinin. Shikoj, Allahu i don ata që bëjnë mirë. Allahu don islahin, Allahu don bamirësinë, Allahu don pajtimin, Allahu don largimin nga të rresave, dhe Allahu nuk e don të kundërt në këtyne. Prandaj kjo është rregulli që duhet ta kemi në jetë. Was-sulhu khayr, rregulli jetës. Gjithmonë pajtimi sjell të mira. Gjithmonë afrimi sjell të mira. Ndërsa kur ndarja dhe ngatrisat nuk mund me kon të mira ato. Sjellin probleme të lësha që gjithmonë njëri pastaj është pishman për to. Na lutim Allahun që na bën nga ata që janë të pajtuar dhe e dojnë pajtimin dhe gjithashtu janë sebeb për pajtimin mes njerëzve. Dhe Allah në ruaj që mos jemi shkaktar kur për asnjë ngatërres, për asnjë shkatërrim, për asnjë ndarje, për asnjë përçarje, për asnjë coptim i cili padyshim është i urrëtur tek Allahu xhallahu ala dhe i urrëtur tek feja e tij. Zoti ju shpëlbojë me kaq për do fund sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi sallam.